Gjykata penale e Tiranës ka caktuar masën e sigurimit arrest me burg për 3 personat e arrestuar lidhur me vrasjen e 57-vjeçarit Petrit Ndou, ngjarje që ndodhi pak ditë më parë pas një debati verbal në automjet. Në qeli janë lënë autori i dyshuar kryesor 28-vjeçar Andis Vokri dhe dy të tjerë, Fation Kulla dhe Lorenz Sula, të cilët u arrestuan për moskallëzim krimi. Të arrestuarit mohuan përfshirjen e tyre gjatë seancës për vlerësimin e masave. Prokuroria e Tiranës dhe gjykata kanë argumentuar se masa e arrestit është e nevojshme deri në sqarimin e plotë ngjarjes dhe analizimin e pamjeve filmike. Andis Vokri ka pranuar përplasjen fizike dhe verbale me Ndoun, por ka mohuar përdorimin e çekiçit duke deklaruar se nuk ishte një send të tillë me vete. Fation Kulla dhe Lorenz Sula kanë pohuar se kanë qenë dëshmitar të konfliktit, por nuk kanë ndjeni për përdorimin e çekiçit. Mostrat e të rinjve janë dërguar për eksperimentim për të përcaktuar nëse kanë qenë të dehur ose në efektin e narkotikëve në momentin e ngjarjes. Ngjarja ndodhi në 20 janar pas mesnate në një rrugë dytësore mes Fushkrujës dhe Mamurasit, ku një debat mes shoferëve të dy automjeteve degeneroi në dhunë. Sipas burimeve nga policia, 57-vjeçari Ndou dyshohet se është goditur për vdekje nga 28-vjeçari Andis Vokri. Hetimet vijojnë për të zbardhur të gjitha rrethanat e ngjarjes dhe për të identifikuar çdo përfshirje tjetër të mundshme.